transmetimi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, gruas së tij e të tjerëve, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndërua Allahu para se me i arë shpallja, sikur që e përmenda, ka qenë njëri rëndomt në mes të njerëzve. Mirë po, nuk është pajtu me gjendjen e popullit të tij. Ka qenë i pakënaqur me mënyrën që ata jetojnë. Pakënaqësia e tij ka filluar nga besimi i tyre, pastaj edhe nga mënyra e jetuarit të tyre. Shumë vese që ka qenë të përhapur në shoqëri i ka refuzuar pejgamberi alayhi sallam. Jo pse ka ditë diçka nga shpallja, po natyrshëm njëri ato i refuzon. Prandaj asnjëherë në jetën e tij para shpalljes 40 vite, kur pejgamberi alayhi sallam nuk i ka ra në gjojnë ndonjë idhulli, kur nuk e ka lutur ndonjë idhull, kur asnjëherë. Natyrshëm e ka refuzuar idhujtarin. Asnjëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjatë jetës së tij, para shpalljes, e pas shpalljes kjo mund nuk diskutohet, por para shpalljes asnjëherë nuk ka qenë pjesëmarrës me Kurajshit e Mekës në ndonjë vepër të ligë, kur asnjëherë. Asnjëherë nuk ka pas pjesëmarrje në pirje të alkoolit, për shembull në luajtjen e bigjozit, ndonjë për shembull lidhje jashtë martësore, kur dikush mund të thotë, po nështë ka pas, nuk dihet, ajo pjesa kur kush nuk e ka përcjell. Jo, nuk ka pas. Pse e themi me kaq bindje se nuk ka pas? Për shumë arsye. Dy po i përmendni. E para, jeta e pejgamberit alayhi salatu wasallam është përcjell edhe para se me lind ai. Pasi që ka lind, qysh ka qenë lindja deri në vdekjen e tij. Se njerëzit e kanë njoft, e kanë ditë çfarë ka ndodhur në Mekë. E para, e dyta, të ndëruar Vëllazër, sikur të kishte më qenë bashkë pjesëmarrës me ta në ndonjë nga punët e këqija, ata kishin ia përmend. Kishin më thonë, ti di e ke adhuru idhullin, ta kështë s'po bëj ke më adhuru idhullin. Ti di me neve ke qenë kështu, ke marrë pjesë në këto punë, tash kështë e pëllushe haram. Me pa qenë që ka qenë pjesëmarrës, ata kishin përdorur si argument kundër ti. Po me që nuk ka qenë pjesëmarrës, kurrën e kurrës nuk kanë pas mundësi me i agjet ndonjë mangësi nga e kaluara për t'ja përmendur pas shpalljes. E ka ruajtur Allahu edhe para shpalljes. E ka ruajtur Allahu xhallahu ala. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë pjesë e shoqërisë, po ka marrë pjesë në aktivitete shoqërore të dobishme. Mirë po, asnjëherë bashkë me ta nuk ka qenë në punë të këqija. Edhe pse nuk ka pas shpallje, edhe pse nuk ka pas mësime. Dhe kjo është mësime e rëndësishme të ndërruar vëllezër. Njeri duhet me qenë pjesë e shoqërisë, me bashkëpunu, me kontribu, po jo detyrimisht me qenë pasat në punë të liga me ta. Dikush thotë, po tash që të përnojmë, sa i me që këtu përnojmë, apo na duhet me ndihmu për shembull me zhvillu venin, me ndihmu ndonjë njeriu që i është bërë pa drejt, me ndihmu ndonjë të varfëri, me ndihmu në pajtim mes njerëzve, ka shumë fusha një që mundi me ndihmu. Po jo detyrimisht me qenë tash pjesë e punëve të liga që janë në shoqëri. Dhe kjo është e mesatare që duhet me ndjek besimtari. Kështu ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para shpalljes.